teknikaliteti që quajtët ju. Në fakt, ajo që duhet flasim politikisht dhe plotësisht është overdoza. Dhe jo overdoza e pakicës luksit, është overdoza për shumicën. Overdoza e depresionit. E depresionit që kanë shumica e shqiptarëve. Nga lodhja, nga varfria, nga rropatja, nga hipokrizia. Në fakt, sot, të gjithë shqiptarët jetojnë në një regjim frenetik të shmendurie dhe janë në depresion. Nëse do t'i kërkoj dikujt bënde një tablo, si duket Shqipëria sot, me shumë gjasa, piktura do t'kishte një vend ku ka rënë bomba e kaosit dhe bastisjes, njerëzit ecin në mënyrë kuturu, pa rend, pa kohë, pa lëvizje, dhe syti kanë mbuluar nga një re e zezë depresionin se shoqërit, zhvillimet, janë çështje mentalitetesh, mendjesh, jo çështje shifrash. Ecin kuturu, përplasën me njëri tjetrin, ngrihen prap, ti dal ku ti dal, na kapim çat kapin në fund ditës, se kjo është Shqipëria, në depresion, në kaos. Në këtë kaos, në këtë vend, ku thirrja ka në bujtinën e shtetit fuqinë e ternardjeve, të sillet me pacientin, siç sillet me kozetën në fakt, që sa më shumë i tërheq para familjarëve, aq më shumë zhyten smurët në smundje dhe në patologji. Në këtë vend, në këtë kaos, ku krejt papritur zgjohemi dhe viti akademik na gjen me minus 11.500 fëmijë më pak. Në këtë vend, ku shqiptari në shumicë merr 240 euro pag minimale, në këtë vend paguan 72 milion euro nga xhepi për shëndetësinë falas. Në këtë vend, ku ai që prodhon mallkon se duhet pastroj magazinën nga kalpsirat e patateve mollëve që i keni kudo nëpër jug, dhe në të njëjtin vend rreth tij jetojnë mijëra familje me ndihmë ekonomike që nuk kanë çfarë të hanë. Në këtë vend shumica bën lojën humbje dhe pakica bën lojën fitim. Në këtë vend, në vendin tim, në vendin tënd, një çmendur, një vend e çmend, do kishte thënë një poet, që po të kishte cilësinë e atij parlamenti dhe ky grup, ndoshta do t'ju kishte bërë pak të vinit në vete. Kur nisi pandemia, Covidi, shqiptarët u mbyllën, karantine parakohshme në fakt, të gjithë ndiqnim situatën nga televizionet, dhe diku dëgjoj një mjek britanik, i cili i thot moderatorit, në fakt, udhëheqësia politike në botë duhet i thot popullit, njerëzve, që pandemia do t'jetë një memorie shkurtër, një kujtim i shkurtër, se normaliteti do kthehet shpejt. Edhe unë mendova, a mund t'i drejtohemi do të shqiptarëve dhe t'i themi dhe t'i qetësojmë ndonjëri nga udhëheqësia politike? Shikoni se pandemia do kaloj, është një memorie shkurtër dhe normaliteti do kthehet shpejt. Në fakt, në atë moment ironia është që memorie shkurtër për shqiptarët është normaliteti. Shqiptarët, periudhën e vetë historisë në normalitet, nuk dia e mbajnë mend dot. Ku është normaliteti? Ku është normaliteti i zhvillimit, i rregullave të lojës, i sistemit vlerave? Ku është ky normaliteti në këtë vendin tonë? Këtu ka vetëm delire, iluzione, ulje, ngritje, batuta, gjithçka tjetër. Vetëm normalitet nuk ka. Ju vini këtu dhe flisni për arritje. Është gjunafi madh se na jeni drejtuar që ju duken hartime si koha e punës, partisë punës tonat. Po ti si ngjani ju, si edicioni i lajmeve në orën 8 në kohën e partisë punës, ku deklaroi 181% arritje rezultati dhe kooperativa në Bupq, ajo bujqësorja me siguri, kishte realizuar 213% rezultatin. Po si nuk ndodhi një herë me normalitetin e mendjes njerëzore, që ju që qeverisni në kaq vite, të shfaqeni këtu dhe thoni
që kemi këto probleme, kemi këto shqetësime. Kemi nisur vaksinimin, popullata nuk e beson dot për shkak të uljes kredibilitetit se edhe ndonjë përgjegjësi duhet ta thoni, sa për të larë, sa për të bërë kapakun e të vërtetave tjera, me tendrat, me korrupsionin, sa ato ju a themi ne. E çfarë do të thoni ju? Që çështja e vaksinimit që në gjithë botën është çështje besimi. Nuk i thoni do studentëve vaksinohuni se s'kan besim ka AstraZeneca, se tjerë, po jo, nuk është çështje shkencore kjo. Kjo është çështje politike. Dhe arsyeja pse është çështje politike është se ju na thoni ne që i përdorim ne vdekjet që nuk deklaroni ju statistika, po juve për çështjet alla Nusret shkuat në Rinas me valixhe dore dhe shkoi kryeministri i vendit për të marrë 100 a 200 vaksina, që ishte një çmenduri mendore që dilte në çdo banak televizioni dhe thoshte vendi anonim sepse ai që na i ka falur nuk do të shpallet. Vendi që bën mirë do të mbetet anonim. Dhe anonim ai që nuk donte thoshte, anonim se çfarë vaksine ishte dhe çfarë certifikimi kishte. Dhe ky anonimiteti i vaksinës vazhdoi me një valë popullore të mungesës besimit se si vijnë këto vaksina, se çfarë eficiencë kanë, se sa kanë vlerë për popullatën, sa të sigurta janë. Edhe filluan patjetër në herezin, çmendurinë e depresionit që juve thoni mos ofendoni inteligjencën madhore të shqiptarëve. Juve vetë të ofendoni inteligjencën rutinore të shqiptarëve. Rutinoren fare. Atë që ju në këtë çmenduri frenetike, ku asgjë nuk shkon mirë, ju bëni një recitim prej mrekullie. Ju bëni një recitim prej mrekullie. Dhe asnjë moment nuk keni një reflektim. Padyshim që ju thoni 41, 43 keni pasur shifra. Po t'i lëm shifrat. Ministri i Rimëkëmbjes me elokuencën e ullët letrare, që nuk e citoj do të Migjenin, as saktësisht, tha është 41, po në kohën tonë, tuaj nuk keni pasur shifra. Por në fakt ai tha dhe një gjë tjetër, diku në një tjetër intervistë. Rritja e çmimeve tha do jetë në nivel të përballueshëm. Nivel të përballueshëm për shqiptarët, të cilët se është 40, se është 43, se është 45, apo 40 e më pak, harxhojnë këto vetëm për ushqim bazik. Ku shkon pjesa tjetër, shëndetësia, falas me para, që në zonat rurale nuk ishte çështja që do paguanin 30 apo 40.000 lekë për t'i ardhur infermieri për një injekcion. Luteshin Zotit që t'i vinte. Nuk është çështja që spitalet tona kanë probleme që nuk përballojnë dot flukset. Jo, spitalet tona janë vatra infeksioni. Në spitalet tona, po të hysh në një urgjencë, diku në periferi, ndoshta jo në qendër Tiranës, ju siguroj shkoni bëni foto, duhet ta bëjmë ne. Po të hysh aty brenda, keni akoma shenja gjaku në për mekanizmat e brendshme të urgjencës. Po të shkoni në urgjenca me Zorgjen Çorçaf. Kjo është normaliteti dhe përballueshmëria. Kjo është në fakt çmenduria dhe herezia që i thoni njerëzve. Ndaj padyshim çështja e shëndetësisë është jetike, por un kam përshtypjen që përveç se dëmit në shëndetin fizik, i keni bërë shqiptarëve një dëm në shëndetin mendor. Dhe një nga sfidat tona përveç rimëkëmbjes së shëndetit fizik do të jetë të sjellim realitetin e shëndetit mendor, që kur t'i referohemi një normaliteti real. Faleminderit.